Policia italiane ka arrestuar një nga figurat më të kërkuara të krimit të organizuar, Roberto Mattarella, duke i dhënë një goditje të fortë strukturave të Camorra në jug të Italisë. 48 vjeçari, kreu i klanit kriminal, u kap pas më shumë se një viti në arrati. Sipas raportimeve të Corriere della Sera, ai ishte fshehur në një resort luksoz në Bregdetin Amalfitan, ku kishte rezervuar me identitet të rrem për të kaluar festat e Pashkëve së bashku me familjen e tij. Arrestimi u krye pa rezistencë nga ana e tij. Në ambientet ku qëndronte, autoritetet sekuestruan sende me vlerë dhe materiale të rëndësishme për hetimin, ora luksoze, rreth 20.000 euro cash, dokumente false dhe telefona që dyshohet se përmbajnë të dhëna mbi aktivitetet financiare të klanit. Roberto Mattarella ishte shpallur në kërkim që prej 28 janarit 2025 dhe renditej i katërti në listën e personave më të rrezikshëm të kërkuar nga autoritetet italiane. Ai përballet me akuza të rënda për fshirë vrasje në rrethana mafioze, një prej të cilave lidhet me një krim të ndodhur që në vitin 2000, pjesë e një cikli hakmarrjesh mes klaneve rival. Klani Mattarella është një nga organizatat më të vjetra dhe më të fuqishme në strukturën e Camorra, me aktivitete të përqendruara në Napoli dhe zonat përreth. Rrënjët e tij lidhen me ndikimin e Michele Zaza, një emër i njohur i mafjes italiane. Për dekada ky klan ka dominuar aktivitetet e palishme si kontrabanda dhe trafiku i drogës, duke u shtrirë nga zonat tradicionale si San Giovanni e Teduccio, Forcella, Maddalena dhe Mercato, deri në komunat përreth si San Giorgio e Cremano dhe Portici. Një nga elementet më të rëndësishëm të historisë së këtij klani është konflikti i gjerë me grupin rival, Rinaldi Klan. Për më shumë se 2 dekada, përplasjet mes këtyre dy organizatave kanë qenë në qendër të kronikave të zeza në Napolin lindor. Fillimisht rivaliteti kishte të bënte me kontrollin e aktiviteteve tradicionale kriminale si zhvatja dhe trafiku i drogës. Me kalimin e kohës ai evoluoi drejt sektorëve më modern dhe fitimprurës, përfshirë infiltrimin në tregun e hidrokarbureve dhe mashtrimet kibernetike. Megjithse baza kryesore e klanit mbetet në kampanjë, aktivitetet e tij janë zgjeruar edhe në veri të Italisë, në veçanti Milano, që është kthyer në një qendër të rëndësishme për pastrimin e parave të fituara nga aktivitetet kriminale. Sipas hetimeve, klani investonte në biznese në dukje të ligjshme, si restorante dhe klube nate, duke përdorur këto struktura për të legalizuar fitimet e paligjshme. Për më tepër, kapitali i tyre është kanalizuar edhe në industri si prodhimi i filmave dhe sektori i argëtimit, duke treguar një adaptim të mafjes ndaj ekonomisë moderne. Arrestimi i Roberto Mattarella konsiderohet si një goditje e fortë për Camorra, e cila pavarësisht arrestimeve të shumta ndër vite, ka arritur të ruajë një strukturë të qëndrueshme dhe fleksibile. Autoritetet italiane shpresojnë se ky zhvillim do të dobësojë ndjeshëm operacionet e klanit dhe do të ndihmojë në çmontimin e rrjeteve të tij financiare dhe kriminale, si në jug ashtu edhe në veri të vendit.